Një aksident rrugor ka ndodhur mbrëmjen e sotëm në aksin Korç-Pogradec, në afërsitë e fshatit Sovjan, ku një makinë ka devijuar nga rruga dhe është përplasur me barrierat mbrojtëse. Paraprakisht raportohet se një mjet tip Benz ka goditur barrierat mbrojtëse anësore dhe më pas ka përfunduar jashtë karrigjates. Për pasojë, mësohet se shoferi ka pasur dëmtime serioze. Bëhet me dije se në vend ngjarje ka ndërritur menjëherë ambulanca, e cila ka transportuar të plagosurin për në spitalin rajonal të Korçës, për t'i dhënë ndihmën mjekësore. Ndërsa bëhet me dije se shoferi ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore, por fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën. Autoritetet ndodhen në vend ngjarje duke vijuar me punën për zbardhjen e plot të rrethanave se si ka ndodhur ngjarja.